Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të asit të kumet Allah subhanahu wa ta'ala, losë dhe ati përgjëron që të rafdari dhe të begoj dërgën e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjede. Të në dhezër, njëtë, gjdo rukëteme ka atë natyren edhe sfidën e vetë. Qoftë rukëtimet që kanë bëjmë me pjekurin, ose rukëtimet që kanë bëjmë me shkollimin, ose rukëtimet që kanë bëjmë me punën, ose cilin do rukëtim që mundesh me menu, e ka edhe natyren e vetë edhe sfidën e vetë. Mirë po, natyra më e veçantë edhe më sfiduese është tek ato rrugtime që përshkohen po nuk përfundohen. Do të thonë, janë një mori rrugtimesh në jetë, bëhet udhë, nuk tërhiqemi për rrugës, po nuk merr fund rruga. Për shembull, rrugtimi i prindërimit, në moment që bëhesh prind, nuk merr fund më i rrugtim. Madje edhe me të ndrru jetë fëmia jot, prapë je në rrugtimin e prindërimit sepse të shoqëron diçka që ti je duke rrugtu, por realisht nuk merr fund domethënë udhtimi. Ose për shembull, rrugtimi i vetdijes. Nuk është një moment që ne e kena nis një udhë drejt vetdijes edhe ja kena qit pikën. Ajo vazhdon çdo pjesë të jetës duke qenë edhe më i vetdijshëm edhe duke shtuar vetdijen. Kështu që rrugtimet që përshkohen, por nuk përfundohen janë më sfiduese. Dhe një pjesë të sfidimit e kanë të kjo pjesa që këto shkaku që e kanë kozgjatjen e madhe i ekspozohen harresës edhe ftohjes. Do të thonë, nëse ti e kap një udhë, edhe është shumë e gatë, është shumë e natyrshme, muftof edhe me harru. Për shembull, e kena përcaktuar një ideal edhe na duke rrugtu bashkërisht rreth realizimit të tij. Rruga është shumë e gjatë. Çaq është e gjatë sa që mas një kohë harromi që kena pas idealin në fillim, ose ka gjaz domthonë edhe ftohemi edhe na hupaj motivimi që kena pas domthonë në fillim. Ndaj Allahu subhanahu wa taala që këtë harresën edhe që këtë ftohjen e ka denoncuar në Kur'an si problem i rrugtimit të popujve të mëparshëm në raport me shpalljet e Allahut. Thot Allah subhanahu: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri Allahi wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kal ladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun." Thot, a nuk ka koha për ata të cilët janë besimtarë që më u zbut zemrat kur përmendet Allahu? E mos më bas sikur sa ata të cilët u çedhën më përpara libri, do të thonë nuk u kanë njerë, nuk kanë qenë njerë që s'kan pas libra, s'kan pas dije. Thot fatala alehimul amad, shumë gatu bo. Do të thonë mes profetit që është dërguar libri, edhe këtyne u kon kozgjatje e madhe, faqasat qulubuhum. Edhe zemrat e tyre u ngurcuan. Do të thonë ngurcimi i zemrës ka ardhur më si rruga u kon e gatë. Kështu që secili prej neve mundet me reflektuar në këtë moment për shembull, që i ka pa fjalabia 10 vite udhëzim 15, 20, 30, janë çatu krizat, janë krizat e kozgjatjes. Rrugtimi është i gatë edhe shkaku i të qenit rrugat, domethënë ka kriza të ftohjes edhe kriza të domethënë të harresave. Ndaj këtu ndërlëzër, nga këtu ehlusuneti e ka për veçorive të veta shpjegimin e përvjetshëm, ritheksimin edhe përsëritjen e temave bazike të fesë. Për arsye se temat bazike të fesë, ato që kanë bëjnë me besimin, ato me të cilat garantohet hyrja në xhenet edhe garantohet shpëtimi prej zjarrit të xhenemit, duhet mu përsërit se mundën muftof. Duhet mu përsërit se mundën mu harru. Dhe madje në kohën bashkore shtohet edhe më shumë kjo si rrjedhim i vërshimit të madh të informatave të kota, cilët e krijojnë një lloj, domethënë përbërje shtresash mbi informatat e sakta, edhe e sforcojnë që këtë harresën edhe që këtë tohjen mbi atë që është domethënë shumë bazike. Ndaj në realitetin tonë, në qiellin tonë si popull, ne kena edhe do rreziqe të tjera krahas domethënë rrezikut të ftohjes edhe të harresës. Shpesh në vëllezër, përveç vllaznive dhe motrave që ju ftohen temat e akidës, edhe i harrojnë temat e akidës, e kanë edhe 3 probleme të tjera. Problemi i parë është hamendja që i din pa i ditë hiç. Do thonë, tentomi me thonë që e kishmi harru si mesele, ama më bëha ma sinqert kur se kena mësu mirë. Do thonë, kena hamendje që i kena kry meselet e fejes, kena hamendje që i kena kry meselet e besimit, por realisht do thonë, e dime edhe jena do të më konë sinqert, kur e kingu ti një varë mësimesh për shtyllat e për shembull për shtyllat e imanit, kur e kingu për shembull një varg mësimesh që ka të bëjë me emra dhe cilësitë e Allahut, ose që ka të bëjë me tauhidin, ose me tauhidin e adhurimit të kështu. Shpesh kemi hamendje sikur ne i dim i kishmi harru. Realisht kurse kena ditë çu dashtën. Problemi i dytë, përveç që kena hamendje, problemi i dytë është ndërlëzër gjysmë mësimi i pafrytshëm. Shpesh edhe çati ku i na kon ders, herë i na kon për gjumur, herë pa shënime, herë pa përsëritje, herë pa libër, herë pa ndonjë program të mirëfill, rrjedhimisht e kena një gjysmë mësimi, po ai nuk jep frytet të cilat domethënë duhet mi pasën mirëfilli domethënë një besimtar. Edhe problemi i tretë është mendjemallësia e shumë prej nesh që refuzon përsëritje. Do thonë është një lloj
mendimallësia dhe një lloj krenarie e kohët që megjithatë na këtu tema i kina nuk janë domethënë tema të padëgjuara. E imagjinon domethënë bëhet fjalë për hamendje, bëhet fjalë për gjysmëmsem, edhe bëhet fjalë për mendimallësi në raport me temat domethënë për cilat domethënë është kriju qielli dhe toka, për cilat janë domethënë safat e kufrit dhe të imanit, nuk janë tema të vogla, e na me i lënë domethënë tema periferike. Ndaj në surën Az-Zumar, që na vetë na duke shpjeguar në këto mësime të përjavshme, shumë tema të akidës, të tauhidit, të besimit përsëritën, që ashtu vetë surja i përsërit si shumë, po edhe na kemi përsërit me lejen e Allah subhanahu wa taala që të paktën me dalën pa një hamendje, po me një siguri që temat bazë të fesë i kemi mësuar. Temat bazë që përcaktojnë identitetin tonë shpirtëror të besimit, me lejen e Allah subhanahu wa taala e kemi mësuar dhe kemi kalu, e këtë rast më shumë se sa frika mos na u kanë ftofe, mos i kemi harru, e kam frikën më shumë që kur nuk i kemi mësuar mirë, edhe çato që i kemi mësuar shpesh i kemi mësuar domethënë për gjysmë. Në ligjatën e kaluar e trajtuam ajetin e tretë ku Allah subhanahu wa taala na e kallzoi për fytyrimin, edhe deklaratën, edhe mendimin dhe sloganin e mushrikëve pse i kanë bërë shirk Allahut, apo? Edhe domethënë e kuptuam që shirku i tyre paska qenë në tauhidin e adhurimit. Domethënë i kanë bërë Allahu subhanahu wa taala shirk, edhe i kanë shoqënuar dhe i kanë përshkruar Allahu subhanahu wa taala ortak në çështjen e adhurimit që është vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Saktësisht i bie që në tauhidet e tjera nuk pi akuzohemi, në llojet e tjera të tauhidit sikur nuk po akuzojmë. E që i bie domethënë tauhidi është tre llojesh ose është tre aspektesh. Saktësisht dietarët duke lexuar Kur'anin tërsi, edhe duke u qasë domethënë leximit të përgjithshëm të Kur'anit nëpërmjet induksionit kanë në përfundim që Allahu subhanahu wa taala kur flet në Kur'an për tauhidin, edhe kur flet për cenimin e tauhidit, kur flet për tauhidin si koncept se si duhet ndërtuar, edhe kur flet për shirkun dhe konceptet e tjera se si e cenojnë tauhidin, e trajton Allahu subhanahu wa taala domethënë në njëjësinë e tij, edhe njëshmërinë e tij, edhe njësimin e tij mbi bazën që ngërthen në vetë tre koncepte. Koncepti i parë ose aspekti i parë është të besosh se Allah subhanahu wa taala është një dhe i vetëm në hynishmërinë e tij. Saktësisht me besu që veç Allah subhanahu wa taala krijon, furnizon, jep jetë, jep vdekje, i jep jetë bimëve, e lëshon shiun, e menaxhon edhe e drejton domthon gjithësinë dhe trupat qiellor e kështu me radhë. Domthon gjithçka që ka të bëjë me veprat hyjnore, domthon çka bën Zoti si krijues. Gjithçka që bën Allah subhanahu wa taala si krijues ngërthehet nga ky aspekt i parë që realisht domethënë ka të bëjë me veprat e krijuesit me krijesat e tij. E kjo ndryshe quhet domthon tauhidur rububia ose tauhidi i hynishmërisë, që i ngërthen në vetë tre koncepte bazë: konceptin e krijimit, konceptin e sundimit, edhe konceptin e mbarështimit, domthon konceptin e drejtimit të domethënë të krijesave. Domthon çdo krijesë është e krijuar nga Allahu, sundohet nga Allahu subhanahu wa taala, edhe Allahu e drejton edhe mbarështon edhe ja garanton domethënë ekzistencën. Saktësisht Allahu subhanahu wa taala këtë ka bërë të vërtet të ngulitur në zemrat e njerëzve. Allahu khaliqu kulli shay. Allahu është krijuesi i gjithçkaje. Thot Allahu subhanahu ala lahu al-khalqu wal-amr. Krijimi dhe vendimi gjitha janë domethënë të Allahu subhanahu wa taala. Huwa yuhyi wa yumit. Allahu është ai që jep jetë, edhe Allahu është ai që e merr domethënë jetën e njerëzve. Lahu maqalidu as-samawati wal-ard. Në dorë të Allahut janë qelçat e thesarëve të qiellit dhe tokës, domethënë kush sa ka më pas rrezik, kush çysh ka më jetu, gjithçka është domethënë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Çiket pjesë besimit kryesisht e kanë pas mushrikët. Këtë kryesisht domethënë e kanë pasën domethënë mushrikët, sikurse i cituam domethënë në ligjatën e kaluar që mushrikët nuk e kanë pas domethënë shumë problem. Po thomi kryesisht. Pse po thomi kryesisht? Për arsye se ata e kanë pas bazën e tauhidit të rububiyes. Po jo që krye këpot tauhidi rububia të ata u kanë një që shka mujtë më kanë të Abu Bekri radiallahu nëse të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aspekti i dytë prej tre aspekteve që përmenam që ngërthen çështja e tauhidit është me besu se Allah është një dhe i vetëm në të drejtën e tij unike për t'u adhuruar. Domthonë kur kush nuk uzon më adhuru përveç Allahut subhanahu wa taala, ndryshe kjo quhet tauhidul ibada ose tauhidul uluhia ose tauhidul ilahia. Domthonë Allah azza jalla meriton lutjen, e meriton namazin, e meriton kurbanin, çdo send që përfshihet në konceptin e adhurimit, që kena u xhanu inshallah tutin ligjatat e tjera, gjitha janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fi al-Qur'ani min al-ibadati fa ma'nahu at-tauhid. Kudo që përmendet fjala ibadet në Kur'an, Allahu e ka për qëllim tauhidin. Domethënë, kur thot Allahu azza wa jall, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kan thon pejgambert, o popull jam, adhuroni Allahun, nuk keni një të adhuruar tjetër veç Allahut, domethënë një njësojeni,
Allahun dhe besojeni një dhe adhuroni vetëm atë dhe dikë tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Nuk janë urdhëruar ndryshe njerëz vetë se me adhuru një Zot, domethënë të vetëm. Domethënë përveç se me besu Allahun si absolut që krijon dhe furnizon, edhe me besu që veç Allahu subhanahu wa taala meriton adhurimin dhe askush përveç Allahut te bareke ve taala, dhe realisht profetët e Allahut janë dërguar për çket pjesë të tauhidit. Domethënë nuk ka qenë mision i profetëve mi bind njerëzit se Zoti ekziston dhe Zoti krijon, sepse kjo ka qenë temë aksiomatike tek njerëzit. Profetët e kanë pas betejë me popujt e tyre te kjo pjesa e dytë, dhe i thot Allah subhanahu was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun. Pyeti profetët që kemi dërguar përpara, a kemi bërë përveç domethënë të gjithë mëshirshmit të madhëru dikush tjetër krahas Allahut. Domethënë këtë pejgamber kanë ardhur me thirr me bota vet për çket temë edhe për çket çështje. Edhe realisht domethënë këtë kanë pas mushrik probleme me pranuar. Domethënë pjesën e parë tauhidin e rububiyes nuk e kanë pas probleme me pranuar, kuptimin që e kanë pas bazamentin e përgjithshëm, kur kanë ardhur çka temë këtu janë ballafaquar me profetët edhe domethënë i kanë kundërshtuar dhe kjo i ka bërë mushrikin, sepse nuk e kanë pranuar, kanë thënë Ej'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Qysh po do mi bë krejt të adhuruarit një të adhuruar të vetëm, me të vërtetë kjo çështje domethënë e çuditshme, sepse nuk ka qenë domethënë vi që ata e kanë pas. Thot Allah subhanahu wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Nëse i pyet ata kush ju ka kriju, ata thojnë na ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Kush ka kuqejt, thojnë na ka kriju Allahu. Allahu thot e shka po shpifni atëre. Domethënë shpifja edhe sajesa e ty nuk kanë të tauhidi i adhurimit, jo të tauhidi, domethënë i hynishmërisë që Zoti është vetëm një ai i cili krijon. Dhe aspekti i tretë, prej tre aspekteve që kanë ngërthënë në vete tauhidi, njësia, njëshmëria dhe njësimi i Allahut subhanahu wa taala, aspekti i tretë është me besu se Allahu azza është një dhe i vetëm në emrat e tij të bukur dhe në cilësitë e tij të larta dhe të përkryme, saktësisht me besu se në domethënien e tyre absolute dhe perfekte nuk e shoqëron kurkush Allahun subhanahu wa taala. Në domethëniet dhe vetit e përkryera që janë vetëm për Allahun, sepse Allahu është unik, thot Allah subhanahu, lejse kemithlihi shay wa huwa as-samiul basir, nuk është kurkush si Allahu, dhe Allahu është absoluti që e ka, domethënë është dëgjues edhe shikues, po me absolutësi. Atëherë, qysh na obligohemi me e njëjësu Allahun në këto tri aspekte të tauhidit, atëherë i bie që edhe shirku i prek të trijat. Kudo që njeri ka bë shirk Allahut, ai ka bë në rububie, ai ka bë Allahut shirk në tauhidul ibada, ose i ka bën në tauhidul asma'i was sifat, në emrat dhe cilësitë e tij, kudo që i ka bën shirk Allahut del domethënë prej, domethënë tauhidit, edhe rrëdhëmisht domethënë gjithçka që ka ardhur kërcënim për shirkun, ka ardhur për të tri llojet. Thot Allah subhanahu wa la ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Nëse i bën shirk Allahut, gjithçka që kanë bërë deri në atë moment i azhësohet. Çdo vepër e mirë i azhësohet pa më parasysh ku është domethënë shirku. Thot Allah subhanahu innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Kushdo që i bën shirk Allahut, Allah ja ka bërë haram xhenetin. Kjo hyrje është e domosdoshme për me viju tutje komplet domethënë surën e Zumar. Krejt mësimet tutje që kanë të bëjnë me tauhidin, atë që kanë të bëjnë me besimin, duhet më ndërtu mbi këtë bazën e kësaj ndarje në tre aspekte të, domethënë të tauhidit, dhe mund ta përsërisim nga që i takomi këtij menhexhi që i përsërisim temat, mirë po edhe nëse nuk përsërisim diku, megjithatë duhet këtu më kthy për më kuptuar temat e tutje që kanë marrë në surën e Zumar. Atëherë po kthehemi domethënë te surja e Zumar që e kemi me len Allah subhanahu wa taala në këtë varg mësimesh. Allah subhanahu wa taala masi na ka tregu ku janë gatru mushrikët. Masi na ka tregu ku e kanë pasën defektin edhe devimin, Allahu subhanahu wa taala më njëherë na ka udhëzon demontin kuranor se çysh duhet me ndërtu çasjen, besimin edhe dogmën. Domthonë është si rregull Kur'an, nëse Allahu flet edhe udhëzon shirkun, Allahu e ngre pastaj domethënë në temën e tauhidit. Sigurisht, nëse e gjomi që Allahu subhanahu wa taala flet për çështën e ibadetit, më njëherë ka me fol për rububien, ose nëse fol Allahu për rububien, ka me folën për domethënë të ibadetit. Kështu që Allahu subhanahu wa taala mase e përmend që ata kanë thonë ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Ne i morëm këta për ndërmjetës dhe adhurojmë krahas Allahut, që këta më na afrojnë te Allahu, më ne na ka thënë Allahu çysh gjynjëzohet shirku tash. Na mëson Rabbul Alamin çysh me e mor shirkun edhe me urzu për tokë. Çysh domthon çka kjo është e kot, po. Çka kjo nuk është e vërtet, po. Qysh ti si besimtar me ndërtu konceptin tan për me rrëzue shirkun e domethënën e mushrikëve. Saktësisht, ajetet në vim na japin një mesazh i cili thotë: kush është i arsyeshëm, kush është i logjikshëm, kush është objektiv,
temën që vetëm Allahu e meriton adhurimin, saktësisht temën e tauhidul ibade, ka me ndërtu mbi bazën e arsyeshmërisë se i vetmi që krijon është Allahu dhe nëse e veç ai krijon, atëherë veç ai meriton, domethënë adhurimin. Saktësisht këtë temë Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo është metodologji kuranore, e ndërton mbi arsyeshmërinë, logjikshmërinë dhe provat e tauhidit të hynishmërisë. Domethënë, cilin do argument Kur'an ose në logjikën e njerëzve që ti e merr për me ndërtu se i vetmi që krijon është Allahu, i vetmi që furnizon është Allahu, i vetmi që jep jetë është Allahu, i vetmi që merr jetën është Allahu, i vetmi që furnizon pishtat kaqeve dhe i ma qiell dhe tokën është Allahu, atëherë ky është i denjë dhe meritori për me o adhuru. Domethënë, edhe nëse nuk citon ti argumente të mëvetësishme për me provu dhe me argumentu tauhidin e adhurimit, tauhidi i rububiyes e dëshmon tauhidin e uluhiyes. Domethënë, tauhidi që vetë Zoti është ai furnizuesi dhe krijuesi, është provë një herazi që ngërthon në vetë domethënien që vetëm Allahu subhanahu wa taala meriton adhurimin dhe kurkush përveç Allahut subhanahu wa taala. Ndaj këto të vërtetë ndër vëllezër janë aksiomatike tek njerëzit dhe njerëzit dinë qartëse që domethënë kurkush nuk është i plot fuqishëm edhe i mundshëm me kriju, ndaj domethënë pikë ti bazamenti na pastaj thirrmi. Me çka keni pranuar që veç Allahu krijon, me çka keni pranuar që veç Allahu furnizon, me që e keni pranuar që prej të qeliza dhe të krijesa më madhe, s'u ban kurkush veç Allahut, atëherë doni me pranuar që gjithçka shkahen në konceptin e adhurimit i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Ajetet e radhës janë siç vjen. Thot Allahu subhanahu wa taala në ajetin e parë që kena përgjithë përsonte. Thot law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Me pas dasht Allahu me pas mor fëmijë. Ai vetë kish zgjedh çka kish dash për krijesave të veta. Domthon, kjo s'ka shans me ndodh, se Allahu është absolutë, s'ka nevojë për krijesa. S'ka nevojë domthon për fëmijë. Po me pas dasht Allahu me mor fëmijë, ju vetë juve kanë me bë fëmijë. A Isën, a Uzerin, a Melaçut. Sepse arabët kanë thonën engjujt janë bijtë e Allahut. Krishterët kanë thonën Isa është biri i Allahut. Hebrejt kanë thonë Uzeri është biri i Allahut. E Allahu subhanahu wa taala thot me pas dasht Allahu, jo, pe besoni Allahun se është absolut. Qysh mundesh me ja dirigju dhe me ja diktu absolutit ti domthon për zgjedhjen. Të po thotë që është absolut. Moment që është absolut ai kanë vet. Kështu që kush jeni ju mi kallzu Allahut kanë me mor fëmijë, kanë mos me mor fëmijë. Edhe pse realisht Allahu me nere mohon subhana është i patmet Allahut, si takon Allahut me pas fëmijë, po me pas dash me mor fëmijë, si kish vet juve. Se kish lënën për zgjedhjen e juve se është absolut. Te baraka. Domthon me njerë Allah subhanahu wa taala shirkun e krishterëve, edhe shirkun e këtyre që kanë marrë ndërmjetës mes tyre dhe Allahut, e rrezon mbi temën e absolutësisë, thotë Zoti është absolut, ai përzgjedh dhe ban çka do vet, nuk mundi ju krijesat mi kallzu Allahut kanë me morë kanë me përzgjedh. Pastaj thotë Allahu subhanahu, huwa Allahu al-wahid al-qahhar. Allahu është një dhe është mposhtës. Pse e përmend Allahu subhanahu wa taala emrin al-wahid, një, më njëherë masi e përmend që Allahu s'ka fëmijë. Se do me kallzu se nëse Allah është një dhe mposhtës, atëherë po të kish pas fëmijë, i fëmijë kish pas cilësi të Allahut dhe si shkon më një. Atëherë i kish ngjahet Zotit dhe nëse i shkon dikur si Zoti si shkon më Zot. Edhe e kish prish absolutësinë e njëjësisë së Allahut subhanahu wa taala. Do thonë nëse e keni ndërtu konceptin e hynishmërisë si koncept logjikshëm, atëherë me besu që Zoti ka fëmijë është absurditet. Me besu që Zoti e ka diçka tjetër sikur ai është domethënë absurditet dhe rrjedhimisht bie ndesh domethënë me temën bazë të hynishmërisë. Huwallahu al-wahid. Allahu është një. Allahu është një në hynishmërinë e tij, një në të drejtën e tij për të adhuruar, një në emrat dhe cilësitë e tij që kurkush nuk i ngjan Allahu subhanahu wa taala. Kush është Allahu te baraka wa taala? Kush është ky që është një në hynishmërinë e tij, një në të drejtën e tij për të adhuruar, një në emrat dhe cilësitë e tij të përkryer. Tash vijnë ajetet e radhës, sikurse na përgjigjen çiket pyetje. Kush është Allahu? Më thon dikush, hajde kallzom kush është Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala çtu ne na kallzon kush është ai, do na kallzu çka bën ai. Allahu na kallzon kush është Allahu, do na kallzu çka bën Allahu e pastaj njife Allahu nëpërmjet veprave të tij. Thot Allahu subhanahu, khalaqa as-samawati wal ard. I ka krijuar qiellin dhe tokën. Ç'ky është Allahu? A ka dikush që krijon përveç Allahut? Allahu që ka krijuar qiellin dhe tokën, nëse ti të po krijesën më madhështore, që qielli dhe toka, atëherë këto krijesa madhështore kanë një Zot madhështor që i ka krijuar. Bil haq, i ka krijuar me hak, domethënë me urtësi, që mu adhuru Allahu subhanahu wa taala, edhe më bind Allahu te baraka. Nuk është një ekzistencë pa shpjegueshme. Është një ekzistencë që ka një arsye të vërtetë mbi të cilën domethënë ekziston. Yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl. Allahu e mbështjell ditën me natën dhe natën e mbështjell me ditën. Allahu e ndron ditën edhe natën. A ka dikush përveç Allahut që mund të më bëni diçka të tillë?
Ose ata cilët e adhurojnë dëni trup për trupave qiellor, domethënë edhe ata trupa qiellor janë nën komandën e Allahut subhanahu wa taala. Allah e ndron ditën edhe natën. Domethënë çka ky fenomeni ma që kur s'u mban kur gjë. Kur s'u lëviz asnjë kur gjëhesun e lëviz të çështja e ditës së natës, gjithçka është domethënë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamar. Allahu e ka nënshtruar diellin dhe hënën. Domethënë i ka shtin sistem. Edhe kur thot Allahu me linda e ka me lind. Kur thot Allahu me perëndu ka me perëndu. Që kjo është Allahu. Thot kullun yajri li ajalin musamma. Krejtu krijesa e kanë një rrugtim mbas të afatit të parcaktuar për Allahut. Ala wa huwa al-azizul ghaffar. Dini se Allah është i plotfuqishëm, edhe është falës. Vini re çish përfundojnë ajetit. Dini se Allah është el-aziz, i plotfuqishëm. O ti pabesimtar që i tu dyshu, shumë është i plotfuqishëm ky ku i tu dyshu. O ti që nuk je ty nështruar Allahut, a di sa i madh është ky Zot, domthonjë që krijon qiell, tokë, hanën, nështron diellin, e ndron ditën, natën, apo? E ti dush me ditë se ky është el-aziz, domthonjë nëse e bë punën, ky është i plotfuqishëm me dënu. Mirë, po në moment që Allah na ka thënë se sa i plotfuqishëm është, tu na ka thënë se krijon qiellin e tokën, e ndron ditën e natën, më njëherë do mi rahatu edhe mi ekuilibru frikën që e mbërthen besimtarin. El-Ghafar, për evliat e tij është Ghafar, është falës. Më thonën, po ju mundi mu trishtu kur ta merrni vesh se sa i madh është ky Zot, mundët mi u mbërthyni frikë e madhe kur e menoni se çfarë krijesa madhështore ka kryer ky Zot, po nëse jeni evliat e tij, është El-Ghafar, El-Aziz është Allah i plotfuqishëm dhe këtu kam i tut ata të cilët nuk kanë ty nështru, El-Ghafar ata të cilët janë tu kthyt Allahu, sepse kjo është moment reflektimi, domethënë kur e menon madhështinë e Allahut, kur e menon madhështinë e krijuesit, ty do të më tani moment me reflektu që do të më kthy te ky. E Allah thot jam Ghafar që apo do më kthy, unë të fali. Domethënë përzgjedhja këtyre dy emrave është pikërisht me ta kallëzuar se dera o qiell. Pikërisht do të më kallëzoj që ky momenti i reflektimit, që të mendon që si ke madhnu Allahun çdo dash, merr edhe kërko falje tek Allahu. Nëse si ke menu madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, mendoj që ki gabu. Pranoj që ki gabu dhe në moment që të mendon që ki gabu, dije se Allah është Ghafar edhe, domethënë të fal edhe të prit, domethënë me falje. Pastaj vazhdon ajeti thot Allah subhanahu khalaqakum min nafsin wahida. Ju ka krijuar nga një shpirt, do të shpërçetëm Ademi alayhis salam. Thumma ja'ala minha zawjaha. E pastaj pikë shpirti e ka bërë dhe bashortën, Hawan. Wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj. Dhe u ka mundsuar ju mi pasën 8 lloje të bagëtive. Është për qëllim 8 çifte bagëtish, domethënë femën mashkull që kryesisht dobit më të mëdha të njerëzve të ushqimit në kuadër të kafshë shtëpiake janë pikëtyre 8 llojeve, domethënë në çifte mashkull femën prej deveve, lopëve, dhënëve dhe cepërve, siç e ka shëruar Allahu subhanahu wa taala këtë çështje në surën Al-An'am në ajetet 143 dhe 144. Pastaj thot Allahu: "Yakhluqukum fi butuni ummahatikum." Allahu ju krijon juve në barqet e nënave tuaja. Domethënë ju shka keni qit pikpyetjet e Allahu. Ju shka nuk ju nështroni Allahu. Domethënë ju një herë nikon bark nonës. Domethënë ju keni ngre krye. A fillimi ju ka qenë në mitrat e nanave tuaja. Khalqa min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Ju ka krijuar në 3 etapa të formimit në 3 errësira. Dhalikumullahu rabbukum lahul mulk. Ky është Zoti juaj, ky është Allahu Zoti juaj, i tërë sundimi të kanë Allahut. La ilaha illa hu fa anna tusrafun. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij. Atëherë çka keni ju që po largoni? Shka keni që domethënë ka doni me shkuju mas këtë në të vërteta. Domethënë mesazhi i këtij pasazhi kuranor është te ajeti i fundit. Dhalikumullahu rabbukum. Ky është Allahu Zoti juaj. Lahul mulk, atij takon sundimi. E nëse i takon atij sundimi, atëherë la ilaha illa hu, atëherë edhe adhurimi takon atij. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Fa anna tusrafun. Atëherë pse po të largoni pi tauhidit të adhurimit nëse e kuptuat tauhidin e hynshmërisë? Pse po largoni pi tauhidul uluhia nëse e kuptuat tauhidul rububia? Do thonë komplet pasazhi vjen për me e bë këtë, domethënë kaq të qartë, kaq kuptueshme që nëse e ki të qartë tauhidul rububia, atë dush me pas qartë të mështruar Allahut edhe në tauhidin e ibadetit. Thot Allahu subhanahu: "Dhalikumullahu rabbukum lahul mulk." Dhe kjo ka të bëjë me tauhidin e hynshmërisë, la ilaha illa hu, dhe kjo ka të bëjë me tauhidin e adhurimit. Kështu që nëse për njerëzit janë aksiomatike dhe të vërteta absolute që krijimi i krijesave, të çifte bagëtish, edhe krijimi i njeriut në fazat që është domethënë si fetuese kështu. Nëse këto janë qarta për njerëzit që kjo nuk ka ndodhur vetë se prej krijuesit. Nëse e vërteta e shumimit të llojit njerëzor që ndodh nëpërmjet çiftëzimit dhe shtatzanisë është e vërtet absolute. Nëse e vërteta e ndrrimit të ditës së natës për njerëz është absolute. Nëse e vërteta e krijimit të kafshë shtëpiake për dobitë e njerëzve janë të vërteta absolute. Ata çysh janë këto të vërteta absolute?
Çështu do të thonë vërtet absolute se ai i cili ka sjell këtu në ekzistencë, edhe i ka vënë në shërbim të njerëzit, edhe për të mirën e njerëzit, ai meriton adhurimin dhe kërkosh përveç Allahut subhanahu wa taala. Ai është një edhe i vetëm huwallahu al-wahidul qahhar. Keni vëmendje çdo. Ku don Kur'an, kryesisht kur përmendet emri Allahut al-wahid, që Allah është një, më njëherë vjen al-qahhar, që Allah është mposhtës. Kudo që vjen emri Allahut që pohon njëjësinë e Allahut, vjen emri që pohon poshtjen dhe ngadhnimin që Allah e ka në raport me krijesat dhe me të tjerët. A mundet me pas një sekret këtu? Për shembull, vini re disa ajete, thot Allah subhanahu: "Ya sahibi as-sijni arbabun mutafarriquna, arbabun mutafarriquna khairun am Allahi al-wahid al-qahhar?" O ju shokët e mi të burgut, a më mirë është mi pas disa zotna, a me pas Allahun që është wahid, një dhe është qahhar, që Allah është në poshtës. Ose, thotë Allah azza wa jall, "Qulillahu khaliqu kulli shay, wa huwa al-wahid al-qahhar." Thuaj Allahu është një, edhe është krijuesi gjithçka, Allah është një dhe është në poshtës. S'ka ardhur Allah është një dhe me thonë është i mëshirshëm. Superman për shembull emrat e tjerë. Ose thotë Allah azza wa jall, "Wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar." Edhe këtë krijesat shfaqen para Allahut që është një dhe është në poshtës, në ditën e gjykimit. Limenil mulku al-yawm, i kujt është sundimi sot? Lillahi al-wahid al-qahhar. I tërë sundimi është i Allahut që është një dhe është qahhar, është në poshtës. Ku mund të më kon sekreti që Allahu gjithherë emrin al-wahid e shoqëron me emrin al-qahhar? Sheikh Abdul Karim al-Khudairi, Allahu e ruaj, thotë ndoshta, i kuptimi është se vetmia tek njerëzit është cilësia e dobësisë. Domthonë, një njeri më thonë është i vetmuar, o cilësia e dobësisë. Dhe Allahu s'las në moment me menuar që kjo cilësia e dobët. Kjo në poshtës, kjo është ngadhnimtar, kjo është domethënë i plotfuqishëm. Edhe sa herë që Allah e përmend emrin al-wahid, me të kallëzuar se kjo cilësi përsosuriet e Allahut. Sepse ai tukon një është i përsosur absolut dhe jo duke qenë dy, jo duke qenë tre, jo duke qenë domethënë me shoqërues edhe me të tjerë. Dhe ky që është një dhe është i vetëm, wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamar. Ky e ka poshtë edhe e ka vënë në shtrim diellin edhe hanën. Domethënë e ka vënë në shtrim, e ka sistemu dhe këtë e ka bë për dobinë tonë, a njeri ngre kryin dhe Allah subhanahu wa taala. Domthon, madhështia e diellit ty ta mbërthen me frikë kur e mendon fal krijesë madhështore, atë që këtë diell dhe që këtë hon Allah subhanahu wa taala ka bë për dobinë e njerit, kështu që nëse krijesat më madhështore janë shërbimin tan, atëherë çysh duhet më kon njeri domthon me menu për hakun e Allahut subhanahu wa taala. Madje madhështia e krijesave të Allahut subhanahu wa taala, shumë njerëz nuk i ka bën me menu për madhështinë e krijuesit, po përkundrazi i ka thënë nga adhurimi i madhërishmit tek adhurimi krijesave madhështore që realisht i ka kriju ky madhështor. Dhe na e gjomi domethënë edhe në të kaluarën e sot njerëzit që janë domethënë të lidhur me trupat qiellor, thot Allah subhanahu wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar. Pra shenjave të Allahut, domethënë këto janë shenja me çutë Allahu. Është thot nata dhe është dita dhe është dielli dhe është hana. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar. Mos gaboni mi bosësh dhe as diellit dhe as hanës. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Nëse doni me adhuru Zotin, atëherë adhuroni atë i cili ka krijuar diellin edhe hanën. Kush ka qenë kësaj që ka adhuru trupat qiellor? Ka qenë populli i Ibrahimit alayhis salam. Saktësisht populli i Ibrahimit alayhis salam e ka pas shirkun të lidhur me trupat qiellor. I kanë hynizu edhe i kanë adhuru krahas Allahut subhanahu wa taala. Shikoni me çfarë lehtësie Ibrahim alayhis salam e ka rrëzu komplet atë dogmë të kotë. Kurani evidenton çysh domthoni çasësh mbi temën e hynishmërisë, temës së adhurimit. Nëse ky është Zot i vetëm që krijon, atëherë është i vetmi që meriton adhurimin. Thot Allah subhanahu. Falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaba. Kur u bën nata, Ibrahim e sa më pa një yll. Qala hadha rabbi, tha çu ki mund të më kon Zoti jam? Falamma afala qala la uhibbu al-afilin. Dhe kur ai ylli perëndoi, tha unë nuk i dua ata që perëndojnë. Çu mund të më kon Zoti diçka që perëndon? Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi. E kur e pa tha hanën që dol, tha çu kjo është Zoti jam? Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin. E kur hana perëndoi, tha më mos më mullzu Allahun kom e qenë pi popullit të humbur. Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi. Kur dol dielli edhe u shfaq, tha çu kjo Zoti jam? Hadha akbar, çu kjo kanë më i madh se të tjerët? Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun. Kur perëndoi dielli, tha o popull, largona prej shirkut tuaj. Do thonë kjo s'ka logjik, ky shka perëndon nuk e meriton adhurimin krahas Allahut subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa
o ma ana min al-mushrikin, unë kam drejtu fytyrën ka ai i cili i ka dhënë formë qiejve dhe tokës. I kam drejtu fytyrën ka ai i cili ka krijuar dhe i ka dhënë formë qiejve edhe tokës dhe nuk jam asesi domethënë prej mushrikëve. Domethënë gjithçka që kanë e nënshtruar, pas ka një fillim dhe mbarim, dielli lind dhe perëndon, nuk mundet më kanë vetë një krijesë relative dhe rrëdhëmisht nuk e meriton adhurimin kërkosh përveç Allahut, i cili është i vetmi pa fillim edhe pa mbarim. Cili është argumenti i Ibrahimit? Fillimi dhe mbarimi. Dikush ka fillim edhe ka mbarim, nuk mundet më kanë meritor për më adhuru. I vetmi që s'ka fillim edhe që s'ka mbarim është Allahu subhanahu wa taala. Ku be këtë temë? Kjo be te tauhidur rububiyye. Kjo tregon se do të më adhuru vetëm Allahun subhanahu wa taala. Mbi këtë bazament, do vëllezër, duhet me sforcu besimin ton edhe të fëmijëve ton. Shpesh domethënë duhet mi kallëzu fëmijëve ton pse fetë e tjera janë të kota. Por mos mi lan këtë muhabetin e fesë ton se na kina lind muslimanë dhe feja jonë është më e mira. Jo, duhet mi kallëzu se s'mundet më kanë vërtet një fe që beson në krijesa relative. Nuk mundet më kanë një fe që adhuron dikë tjetër krahas Allahut, nuk mundet më kanë. No, mi ja kallëzu mbi bazën e hynishmërisë, mbi logjikshmërinë dhe arsyeshmërinë e tauhidit të rububiyet që veç Islami është hak, se veç Islami e ka tauhidin e pastër. Asnjë fe, kjo është sfida më e madhe që na e bëmi pafundësisht këtë dynjajës. S'mundet asnjë koncept, s'mundet asnjë fe, s'mundet asnjë ideologji me armë pastërtinë e tauhidit që ka domosdoshmë feja e Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu subhanahu wa taala krejt dogmat e kota i rrezon mbi këtë bazë. Për shembull, kur e rrezon Allahu subhanahu wa taala të krishterëve besimin e tyre të kotë në Isa alayhis salam, thot Allahu subhanahu: "Mal Mesihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am." Isa nuk ka qenë vetëse i dërguar, ndërkaq ka pas të dërguar para tij dhe nana e tij ka qenë grua e mirë, domethënë e ndershme, të dytë kanë hungur ushqim. Të dytë kanë konsumuar ushqim. Pse Allahu subhanahu wa taala e përmend këtë detaj? Veç detajin e ushqimit, nuk përmend detajet të tjera. Kuptimin që veç mjafton me përmend ushqimin, dhe këto tjerat nën kuptohen. Nën kuptohet se nëse ha ushqim është i varur për krijesat, sepse ai që ha ushqim është i varur për murrit bima, dhe është i varur dilli me zhvilluar bim, edhe është i varur për ujin që rrit atë bim. A mundet më kon ky Zot? Nëse domthon ha atëri bie që domthon është i varur për procesin e tretjes, edhe domethënë për procesin derisa vjen ushqimi te ai, derisa i gatuohet, madje pritet zjarri deri gjithçka është i varur. Varësia nuk i përshkruhet dikujt që meriton adhurimin. Ai që meriton adhurimin është absolut, është i pavarur, nuk ka varësi prej kërkujt domethënë prej krijesave. Me bë çështu më shpjegoj fëmijët tonë, me bë çështu më shpjegoj njerëzve rreth nesh. Ai be për shembull ne momi fejon tonë ata të vetën. Ose a ka gjas me pasën, domethënë diskutim që megjithatë këta janë një qytetërim që kanë mbërrin shumë. Domethënë është qytetërimi i krishterë sot, domethënë në kulmin e vet. Edhe me menun që dallimi mes neve aty është thjesht në trashëgimi. Na kena trashëguar disa bindje, ata kanë trashëguar disa bindje. Jo, nuk është çka që thjesht. Është shumë e madhe, shumë absolute, domethënë ata adhurojnë relativ. Ata adhurojnë pejgamberin e Allahut subhanahu wa taala dhe rrëdhëmisht, domethënë janë njerëzit më të paarsyeshëm në puna e besimit. Janë njerëz më të palogjikshëm kur vjen çështja e fesë, dhe nuk mund të më konë kjo fe, domethënë e vërtet krahas fesë së Allahut subhanahu wa taala. Kështu që madje edhe çfarë do lloj mrekullie që i ka ndodhur Isait alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala për mja urrit besimin muslimanëve dhe për mja urrit besimin njerëzve, i ka treguar se kjo ka ndodhur me krijimin e tij, me krijimin e Allahut, jo me dikujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Wa yakhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr bi idhni, fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idhni. Kur ti jepsh formë prej balte, domethënë shpendve, me lejen time, dhe kur fryshe dhe kishte shpirt me lejen time, përmend Allah dy herë me lejen time, pse? Ala lahu al-khalqu wal-amr, se gjithë krijimi dhe çështja dhe vendimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Qul inal amra kulluhu lillah. Thuaj e gjithë çështja, e gjithë vendimi është veç i Allahut subhanahu wa taala. Ala lahu al-khalqu wal-amr, krijimi dhe vendimi janë vetëm të Allahut subhanahu wa taala. Ai që krijon, edhe i vetmi që krijon, edhe ai që vendos, dhe i vetmi që vendos, është i vetmi që meriton adhurimin dhe askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Kush është ky? Ai është Allahu subhanahu wa taala. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Ju krijon juve, thot Allah, ju krijon juve në barqet e nënave tuaja, formë pas forme, domethënë etapë pas etape në 3 errësira. Kush janë këto 3 errësirat? Abdullah ibn Abbasi, Ikrim, Mujahidi, Qatadi, Dahaku, sikur se ka shënuar Imam Taberiu, thot janë për qëllim errësira e barkut nënës, errësira e mitrës, edhe errësira e placentës. Domethënë, njeri do të mi ka përshtyr këtu 3 errësira për me dalë në dritë. Do të mi ka përshtyr këtu 3 errësira për me marrë domethënë në jetë.
E kur vën jetë, edhe bëhet me mendje dhe logjik, e mohon atë i cili ka krijuar në tre errësira. Edhe ngre krye dhe nuk i bindet atij i cili ka krijuar në tre errësira. Edhe ka mendim edhe ka pikpyetje të vendimet e atij që ka krijuar, domethënë në tre errësira, edhe në vend që me pa dritën e Allahut, verbohet edhe bëhet domethënë çorr, ama jo i verbër tek syt, po i verbër tek zemra. Thot Allah subhana: "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha." Thot, a nuk kanë hecë ata në tokë, për me mujt me pa, e të kishin pas zemra me pas menu, e vesh me pas ni. Fa inha la ta'mal absaru, walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Mirë po thot, nuk është verbëria e syve. Verbëria e njerëzve është verbëria e zemrave tyne që janë në gjokset e tyne. Më thonë, nuk i ka hub syt ai që ka hub syt e bollit, po ai që ka hub shikimin edhe vizionin e zemrave. Që ki konteksti këtij ajeti në vëllezër, kur na thot Allah, a nuk e keni pa atë i cili, a nuk e keni pa krimtarin, a nuk e keni vëre, a nuk e keni vështru krimtarin madhështore të Allah subhanahu wa taala, na çon me një domethënie, që sa herë që nuk e ki pa madhështinë e krijuesit, ke qenë në momente verbërie. Më thonë, sa herë që ti lëshohesh në gjunahe, e nuk mundesh më lëshu në gjunahe pa harru madhështinë e Allahut, kjo i bie domethënë që zemra ka në verbër. Sa herë që ki shpërfill në farze, i bie që në ato momente nuk e kanë të menu madhështinë e Allahut, dhe ato kanë qenë momente verbërie të zemrës. Edhe sa herë që zemra u lidh me dikën tjetër krahas Allahut, ka qenë në momente verbërie, sepse nuk e ka pa madhështinë e Allahut, edhe sa herë që zemra ka shpesu diku tjetër krahas Allahut, realisht ukon domthon e verbume. Ç'është shpjegon Ibn Qayyim rahimahullahu kët? Thot kështu. Thot fa inna man lam tulat ruhuhu wa qalbuhu wa yakhruju min mashimati nafsihi wa yatakhallasu min dhulumati tab'ihi wa hawahu wa iradatihi fa huwa kal janin fi batni ummihi alladhi lam yara ad-dunya wa ma fiha. Thot ai i cili nuk i ka lind ala shpirti, ai që zemra ala nuk i ka lind, edhe nuk i ka dal zemra dhe shpirti akoma prej placentës së nefsit. Alo nefsi jot e kam shtjell shpirtin. Alo nefsi jot edhe egoja jote sikur placenta e, domethënë barkun e nanës ja ka kriju një errësirë domethënë shpirtit. Thot, dhe akoma nuk është liruar nga tri errësirat: errësira e natyrës së tij, errësira e epshit të tij, edhe errësira e dëshirave të tij. Thot, ky është sikurse fetusi që është në tri errësirat në barkun e nanës. Thot, fa hakadha alladhi huwa ba'du fi mashimati an-nafs. Thot, shumica e njerëzve vazhdojnë të ngelin në placentat e nefsit, janë të mbështjellët. Shumica e njerëzve janë çaty. Thot, wa dhulumati thalath allati hiya dhulmatu an-nafs wa dhulmatu at-tab' wa dhulmatu al-hawa. Edhe shumica e njerëzve jetojnë tri errësira: në errësirën e nefsit, në errësirën e karakterit tabiatit keq, edhe në errësirën e epsheve të tyne. Fala budda min al-wiladati marratayn. Thot, patjetër do të me lind dy herë. Patjetër do të me lind dy herë. Thot, kama qala al-Masihu lil hawariyin, që ka thon Isa alayhis salam shokëve të vet. Ju ka thon, innakum lan taliju malakut as-samai hatta tuladu marratayn. Thot, smuni me mrin ato shkallat e nalta të xhenetit. Smuni me mrin ato premtimet e mëdha të Allahut që janë në qiell, pa lind dy herë. Një herë keni mi qae perdët e barkut nanës, edhe të placentës, edhe të errësirës së mitrës. A herën e dy do të me qa domethënën të gafletit edhe të padjenis, edhe të këtë se kena menu madhështinë Allahut subhanahu wa taala. Qysh qahet placenta e gafletit? Qysh mumi me do piqëse errësirës në dritë? Allahu subhanahu wa taala ka folë disa herë në Kur'an për qysh dilet pi territ në dritë. Qysh dilet pi territ në dritë? Domethënë najna në terr, najna në gaflet, najna në gjumë, najna të habitun. Këtë qëtu Kurani thot dhulumat, këto janë errësira. Këto janë errësira. Nëse e këshyrimi Allahu subhanahu wa taala ç'ne ka kallëzu në Kur'an 5 herë na ka kallëzu, realisht disa ajete, po 5 rrugtime janë. Qysh dilet pin terr në dritë. Qysh dilet pin terr në dritë. E para thot Allahu azza wa jall: "Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur." Allahu azza wa jall me këtë Kur'an ka më udhëzuar njerëzit drejt rrugëve të paqes dhe ka më nxjerr për errësirës në dritë, mirë po me kusht. Kush e ka synim kënaqësinë e Allahut. Ma, dikush del pi territ, ai i cili e ka fiksim me mri razinë e Allahut, kënaqësinë e Allahut. Kush këshyr me kënaq nefsin e vet.
kush këshyr me kënaq rrethin e vet, shoqërinë e vet, familjen e vet, zakonat e veta, ai nuk e ka këtë projekt. Ai rrin terr. Sa ai nuk e ka synim kënaqësinë e Allahut. Kjo është e para. E dyta thot Allahu azza wa jall: "Huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur." Allahu të dërguarit të tij ka zbrit ajete të qarta. Pse i ka zbritur ajete? Mi nxjerr për errësirës ndrit njerëz. S'mundet me dal pitërrit një njerëz që jeton pa Kur'an. Një njerëz që nuk udhëzohet me Kur'an, nuk është i lidhur me Kur'an, nuk ja kallzon Kur'ani agjendën e jetës, nuk mundet ky me dal për errësirës. Kështu që përveç se me pas synim Allahun, mu udhëzua dhe mu drejtu nëpërmjet Kur'anit fjalës së Allahut subhanahu wa taala, e që realisht kush është i lidh për shka i do nefsi i tij, shka i do zakonet, traditat e kështu me radhë, nuk mundet me dal domethënë për errësirës. E treta thot Allahu azza wa jall: Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është kujdestari atyre që besojnë Allahun, i nxjerr për errësirës në dritë. Që i bie kushti i tretë, për e mujt me dal pi territ në dritë, është më kon i lidh me Allahun. Më kon i lidh me Allahun që me pas walajen e Allahut subhanahu wa taala, kush është i lidh me dikën tjetër krahas Allahut nuk del pi territ. E katërta thot Allahu azza wa jall: "Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah." Ne Musait alayhis salam i kemi dërguar ajetet e tona. Edhe këna thonë nxirri njerëz për errësirës në dritë dhe kallzoja njerëzve ditët e Allahut, domthonë ditët e mira dhe ditët e sprovës. Kush del për errësirës në dritë, ai i cili mediton dhe reflekton edhe vrojton mbi çka ka bëu Allahu me ty, ç'është ka udhëzuar, ç'është ka begatu, po ç'është mundet me dënu, ç'i ka dënu popujt e mëparshëm, kur i kujton ditët e Allahut, njeriu arsyeshëm që e vështron ç'është vepron Allahu me krijesat, ky del për territ në dritë. Edhe e pesta thot Allahu azza wa jall: "Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur." Allahu është ai që ju mëshiron juve, pastaj për juve lutën engjujt që ju dilni pi territ, dilni në dritë. Do të thonë kushti i pesë është me të kapur mëshira Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë, do të mi pas këtu pesë. E para, synimin me pas kënaqësinë e Allahut. E dyta, me ndjek shpalljen, me ndjekën ajetet e Allahut subhanahu wa taala. E treta, mu lidh me Allahun subhanahu. E katërta, mi kujtu mirësitë, po edhe sprovat e mundshme, domethënë të Allahut subhanahu wa taala, me pas frikë dhe me pas shpresë. Edhe pesta është me fitu mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Çështu njeri lind për zyti. Del prej territ, del domethënë në dritë, e këtu kushtet e rilindjes komi trajtu inshallah me një ligjrat tjetër të mëvesshëm diku tjetër, mirë po themeli këtu në pesë është tauhidi, edhe është madhënimi i Allahut. Çfarë se ka tauhidin, edhe nuk e madhon Allahun, i bëhet perdja trefesh edhe shumëron, edhe nuk e shet domethënë dritën e tauhidit edhe të madhështisë së Allahut subhanahu wa taala. Pra si dikush selefit ka thonë, ai që e shkel kufit Allahut, ai që nuk i bindet Allahut, perdën e hejbës Allahut, perdën e madhështisë Allahut e ka shumë të hollë. E ka shumë të hollë, aja nuk e nalë domethënë prej gjunave. Elos Allahu azza wa jalla me na mur zemrën me tauhid, me na mur shpirtin me tauhid, me na ringjall me tauhid. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.